ku si pasojë e një sherri tek zona e komunës së Parisit brenda në mjediset e një restoranti, 2 persona të stafit kanë patur një debat të ashpër me njëri tjetrin, si pasojë njëri prej tyre ka qelluar tjetrin me thik, i cili më pas ka humbur jetën. Këto janë pamjet nga vendi i ngjarjes. Forcat e shumta të policisë kanë bërritur menjëherë në vend ngjarje pas njoftimit, ndërkohë që duket se arsye e debateve të forta dhe sherrit që ka ndodhur gjatë drekës së sotme kanë qenë pikërisht disa bullizime që njëri prej tyre i shkaktonte në mënyrë të vazhdueshme tjetrit. Sipas informacioneve paraprake bëhet fjalë për guzhinierin dhe picierin e restorantit. Diskutimi ka degraduar dhe më pas me thik ai e ka goditur. Autori nuk dihet nëse është arrestuar, megjithatë konfirmimi do të vijë nga forcat e policisë, nga autoritetet përkatëse, ndërkohë që është shoqëruar në spital viktima, i cili fillimisht është plagosur, por më pas ka humbur jetën si pasojë e plagëve të marra. Kjo është një foto e momentit të arrestimit të autorit të dyshuar të vrasjes së ndodhur pak momente më parë në zonën e komunës së Parisit në kryeqytet. Kemi sërish pamjen e personit arrestuar, i cili është autori i dyshuar i vrasjes. E përsërisin nderuar teleshikues, një sherr mes kolegësh pas debateve të vazhdueshme, sipas informacioneve të para, ka degraduar në përdorimin e thikës.